forcës, do të thotë që Mërkuri në datën 13 të kësaj dite fillon në retrogradën nga shigjetarët dhe formojnë një lidhje me Marsin në shigjetar, duke na dhënë më shumë energji, bindje dhe forcë në anën tonë. Është këndi që i përshtatet nëse jemi duke bërë një studim ose nëse do të thellojmë studimet tona, punën tonë dhe të jemi vendimtar dhe të kemi vendbesim në bindje. Një kënd i dobishëm në punë teknike. Megjithatë, punë teknike do thotë një biznes, një kontratë shumë të rëndësishme në shtet apo në çështje private. Gjithashtu ka të bëjnë shumë dhe duhet pasur kujdes sepse është një kënd shumë i rrezikshëm nëse jemi të nxituar dhe impulsiv, nuk e mbajmë gjërat e tona dhe mund të shpërthejmë dhe mund të prishim shumë ekuilibra. Prandaj duhet pasur kujdes sepse shumë njerëz flasin, keq kuptojnë gjërat, por kujdes do të bëjnë binjakët, virgjëresha, shigjetari, peshqit, pra shenjat e ndryshueshme në datin të ditëve të parë ose ata që kanë planete në këto ascendente. Në rastin konkret kemi të bëjmë edhe me një çështje në lidhje me paran, që lidhet shumë, do të pasur shumë kujdes në këtë drejtim, mos mund nxitoni, por shikoni dhe drejtimin tuaj për të arritur qëllimin tuaj dhe momentet që kanë të bëjnë në anën tuaj të biznesit. Përpara se të fillojmë bashkimin e 12 shëve zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë për të gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodh sekretaria për t'ju ndihmuar mbi gjithçka juve ju intereson dhe atje keni parashikime të çdo lloj. Ai që ju përshtatet më tepër mund të abonoheni dhe të merrni shërbimin tuaj. Dhe kanë filluar abonimet për sa i përket parashikimit vjetor mbi agjendën personale tuaj për sa i përket 365 ditë, çdo ditë i keni datat e mira, datat e vështira, kohën dhe momentin e takimeve, pra është diçka që është personale, por për këtë hartë, për këtë agjendë na duhet data e lindjes, ora e lindjes, vendi i lindjes dhe vendin ku jetoni. Data e lindjes, ora e lindjes dhe vendi ku keni lindur dhe ku jetoni. Pra i duhen këto të dhëna që unë të përpiloj një agjendë personale për juve, sadopak të jetë personale në personalitet dhe këtë e merrni pastaj me 365 ditë, çdo ditë e keni të afishuar dhe duke na dhënë emailin tuaj, numrin përkatës tuajin celular ose email, sepse në email do t'ju vi komplet si broshur dhe juve mund ta zbrisni nga interneti dhe ta keni në desktopin tuaj ose ta printoni veten tuaj, ta keni si libër, sepse është shumë e rëndësishme koha kur ndodhin fenomenet dhe momentet e duhura për sa përket çështjeve të juaja. Për ju që doni që në kohën që ne jemi live dhe doni që të dërgoni një mesazh, atëherë kemi pikërisht këtë butonin këtu, e klikoni dhe duke klikuar dhe duke shikuar jeni gati pastaj për të ndryshuar dhe për të arritur qëllimit tuaj që ju doni dhe duke pasur parasysh momentin dhe kohën. Për ju që doni që në kohën që kërkohet ose doni të merrni parashikim ditori momentale, them unë, atëherë kemi membership, duke klikuar atje, duke regjistruar dhe gjërat që do të keni, sepse ju vjen një video parashikimi juaj me datë lindjen, pra ju vjen në anën tuaj dhe shikoni ditën, e merrni të parët ditën, merrni përpara videot që dalin, sepse bëhen më përpara, video nuk bëhen atë moment që vjen data, bën një para 10 ditë para. Ju e keni këtë dhe jeni më të përgatitur për gjërat që doni të bëni. Tani pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë që është shenja e Dashit. Përveç të Dashit, duket se ka një diçka shumë të madhe në lidhje me anën e biznesit dhe të karrierës. Është një mundësi mjaft e mirë në lidhje me favorizimet, në lidhje me kuptimin e gjërave që ju keni. Sepse është një mundësi e artë në lidhje me anën dhe pozitivitetin e punës dhe të karrierës suaj, kurse në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me luantë dhe diçit të parë, me ujortë dhe diçit të tretë, duket se disa gjëra janë shumë pozitive dhe shumë korrekte nga ana juaj, por ka dhe mundësi shumë të mirë në lidhje me anën ekonomike dhe inkurajimin që ju keni në anën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me britsjaptë dhe diçit të parë, luantë dhe diçit të tretë është perfekt. Ja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Demit. Por ju që Demit duket se keni disa momente në lidhje me disa ndryshime
dhe disa vendime që mund të merrni dhe koha tregon që jeni më shumë fat në këtë aspekt dhe është periudha më mirë e mundshme në lidhje me shumë ndryshime që do të keni, sepse demi në fundit ka mjaft për të thënë në lidhje me punën e vet, sepse di shumë, por ka për të marrë, sepse ka dhe drejtën e vet, dhe drejta triumfon në lidhje me punën tuaj dhe në jetën personale, profesionale, në i biznes, por gjithashtu në dashuri me peshore është diçka mjaft pozitive dhe shumë reale në këtë aspekt. Shkojmë tek shenja e radhës që do thotë shenja e binjakëve. Por ju të shenjës të binjakëve, meqense duke pasur parasysh nga disa takime që mund të bëhen, disa gjëra që mund të realizohen në anën tuaj dhe në çështjet e karrierës dhe të vendimeve që mund të merrni, ka të bëjnë me shumë ndikime, favorizime, mundësi të arta që vë keni. Në çështje shpirtërore lidhje që kanë të bëjnë me ujor dhe me luan, duke të shenja e radhës që do thotë gaforja. Për sa përket shenjës së gaforës, ju të shenjës së gaforës keni shumë mundësi dhe ndryshime që do të bëni. Meqense ndikimi i Hënës, guvernatori juaj, me një kënd që bën me Jupiterin dhe me Marsin, u jepi mundësi për zgjidhur çdo lloj problemi që keni juve apo disa çështje të tjera që kanë të bëjnë me ekonominë dhe stabilizimin e saj. Kurse në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshorët e ditës së parë dhe me dashët e ditës së tretë është perfektja, por ajo që është idealja dhe mundësia e artë do të thotë me bricjap të ditës së dytë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanit. Për sa përket shenjës së luanit, duket se juve keni mundësinë dhe çështje të rëndësishme që mund të ndikohen në anën tuaj dhe është një moment mjaft i mirë dhe jeni në anën tuaj të punës dhe të karrierës dhe të ndryshimeve të mëdha që do të keni, por gjithashtu bëhet fjalë për një punë shumë të rëndësishme që mund të bëni për ditën e sotme, mund të bëni takime dhe mund t'ia vlej ajo që ju jeni në pritje. Është një moment shumë i mirë, tepër pozitiv mbi stabilizimin e punës, mbi karrierën tuaj dhe jo vetëm. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë luan ujor duken të mbara dhe jo problematike. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e virgjëreshës. Për sa përket juve të kësaj shenje, duket se është një moment dhe periudha më e mirë e mundshme mbi ndryshimet dhe stabilizimet që vë keni, momenti më i mirë i mundshëm në anën tuaj, sepse lidhet me karrierën, lidhet dhe me ndryshime të mëdha që do të keni tani tutje. Në çështje shpirtërore, lidhet që kanë të bëjnë me binjak dhe me bricjap, duke të mbara pak vëmendje do të bëni me dashët dhe ditës së dytë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshoreve. Për sa përket peshoreve, meqense peshorët duket se tani e tutje kanë një rrugtim të ri drejt punës së tyre, drejt ndryshimit të madh dhe kohës që ju keni. Është mundësia dhe momenti më mirë i mundshëm mbi një takim që mund të keni, një ndryshim shumë të madh që do të bëni në fushën e biznesit dhe të karrierës suaj, kurse në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëm të ditës së parë, ujor të ditës së tretë që është perfektja, por njëkohësisht keni një moment shumë të artë në lidhje me takimet të rëndësishme financiare. Në çështjet e tjera që ka të bëjnë në lidhje me ndikimin e madh, do thotë megafore të ditës së dytë, mos u ndani sepse një shenjë e radhës që do thotë akrepi. Për sa përket akrepëve, akrepët duket se kanë një mundësi tani, një mundësi shumë të mirë, sepse edhe në lidhje me punën e tyre, edhe në lidhje me disa çështje në lidhje me karrierën, por edhe momenti që ata kanë është një moment shumë pozitiv tani për tani dhe duket se zgjidhjet e problematikave në momentet që ata kanë është koha më e mirë e mundshme për vetë shesa akrepit. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me luantë dhe ditës së parë dhe peshorët dhe ditës së tretë që është perfektja, por një moment mjaft i mirë është me dashët dhe ditës së dytë. Shkojmë tek shenja e radhës që do thotë shigjetari. Për sa përket shigjetarëve, duket se shigjetarët tani në këtë periudhë kanë disa mundësi që mund t'i zgjidhin gjërat e tyre në lidhje me punën, në lidhje me takime, në lidhje me disa biseda shumë të rëndësishme që do të bëjnë tani e tutje, por këto janë biseda kryesore në ekonomi, në stabilizime dhe në ndryshime të mëdha. Megjithatë, është një moment shumë i mirë sepse duke pasur parasysh edhe punën dhe karrierën dhe ndryshimin e madh që keni tani në këto momente ku gjërat do jenë shumë pozitive dhe mjaft ideale. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me virgjëresh dhe me ujor të ditës së parë, duket se është perfekte. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e bricjapëve. Për ju të çështjes së bricjapit duket se keni bazën komunikimin, keni bazën ndryshimin e madh në ekonomi dhe në stabilizime.
Në disa takime që mund të keni tani të utje janë disa takime rutinë, por janë takime pozitive sepse zgjidhni problemin tuaj, zgjidhni çështjet që ve keni dhe është një moment mjaft i mirë tani, një moment që çdo gjë shkon dhe zgjidhet në problematika të ndryshme nga momentet nga më të ndryshme që mund të keni, por është edhe një moment mjaft pozitiv dhe shumë korrekt nga ana juaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me akrep të dhjetit që të parë dhe binjak të dhjetit që të tretë, duket se është perfekte dhe mundësitë arta që keni në vazhdimsi. Vijojmë tek shenja e radhës, si do thot ujori. Ujori të dashur, vjen momenti ngadonjëherë që çdo gjë mund të jetë një ngarkesë emocionale juaja ose në fushën e punës suaj, edhe pse keni një problem ose mund ta korrigjoni ose mund të ta rikuperoni problemin e së shkuarës, që është një moment këtu e 3 muaj keni pasur probleme janë të zgjidhshme tani e tutje, kurse në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshorët e dhjetit që të parë, me dëm të dhjetit që të tretë që është perfektja, por një nga ndryshimet dhe vendimet më të mëdha që kanë të bëjnë janë luan të dhjetit që të dytë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thot shenja e peshqeve. Për sa i përket shenjës së peshqeve, një nga mundësitë që kanë të bëjnë dhe favorizimet që ju e keni, ka të bëjnë shumë me punën aktuale, kanë të bëjnë shumë me ndryshimet që ju e keni dhe momentin tuaj personal për asaj përket karrierës suaj dhe punës suaj, por gjithmonë shenjës së peshqeve kanë momentin dhe mundësinë e artë në zgjidhje të problematikave gjithashtu. Ka diçka shumë të madhe, duke pasur parasysh akrepin e dhjetit që të parë, binjak të dhjetit që të tretë që është perfektja, por njëkohësisht ka të bëjnë dhe me luan të dhjetit që të dytë, ku është mundësia dhe momenti më i mirë i mundshëm në ekonomi, në stabilizime, në ndryshime dhe në marrje vendime të rëndësishme, ku vetë koha ka treguar që ju jeni me shumë fat në këtë aspekt dhe është momenti i duhur për sa përket stabilizimit dhe konkretizimit të punës suaj, të karrierës suaj dhe jo vetëm në çështjet shpirtërore, bashkim familjar, duke se është me pricjap të dhjetit që të parë. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht të kësaj dite kaq të rëndësishme mbi çështjet që kanë të bëjnë të datës 13 nëntor të 2025. Para se të ndajmë bashkë, më nërgët edhe njerë për gjithë juve të reshikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkim të parashkrimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al faqja Rose shkon atje. Atje do sekretaria për t'ju ndihmuar për gjithçka juve ju intereson. Duke bler paketën tuaj dhe numrin përkatës të blerjes, atëherë duke shkuar atje dhe flasim bashkë pastaj nga sekretaria për të folur në WhatsApp apo Viber për të zgjidhur çështjet problematike që mund keni. Por juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve dhe doni të dërgoni mesazh, atëherë kemi këtë butonin këtu. E klikoni, shikoni dhe më pas dërgoni mesazhin për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Nga unë një rëpulla, ju uroj më të mirën e mundshme. Gjithë mirat.